Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë, falje, mëshirë, begati, mirësi kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin edhe që do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamatlit, dashur të pranishëm, me lejen e Allahut, vazhdojmë ligjëratat tona hyrëse në shpjegimin e historisë, biografisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po para se me fillu, e kemi me borç me i thonë disa fjalë për muajin e bekum të Ramazanit, respektivisht për fillimin e këtij muaji i bekum, dhe kur hyn te ky muaj i Ramazanit, muaji i bekum, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju thonte shokëve të tij, ju erdhi muaji i Ramazanit, ju erdhi muaji i bekuar, në të cilin Allahu u ka bërë obligim agjërim. Në këtë muaj hapen dyert e xhennetit, mbyllen dyert e xhehenemit, dhe në këtë muaj prangosen, burgosen shejtanët. Në këtë muaj është një natë e cila ka vlerë më të madhe se sa 1000 muaj. Në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka veçuar dhe i ka dalluar disa ngjarje të rëndësishme, të cilat ndodhin në muajin e bekuar të Ramazanit, mirë po e ka veçuar dhe e ka dalluar me tekst të veçantë natën e Kadrit. Ajo që e dallon Ramazanin është pikërisht shpallja e Kur'anit në Ramazan. Fjalën kryesore, mesazhin kryesor që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka shpallë në muajin e bekum të Ramazanit. Dhe ka thënë në Kur'an, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, muaji i Ramazanit është muaji në të cilin ka zbritur, është shpallur Kur'ani. Dhe pikërisht në natën e Kadrit. Allahu thot, inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne ta kemi shpallur Kur'anin në natën e Kadrit. Agjërimi është një prej ibadeteve më sublime që bëhen prej anës së besimtarëve. Agjërimi ka dobi të shumta në shumë aspekte. Besimtari me anë të agjërimit e ushtron sabrin, durimin e tij. Me anë të agjërimit, besimtari jep përparësi më shumë anës shpirtërore se sa anës materiale. Me anë të agjërimit, njeriu e kupton se sa vështirë është të jesh i uritur. Kështu që besimtarit i zbutet zemra dhe mundohet që ti ndihmoj nevojtarët dhe skamnorët. E të mos flasim për dobit e agjërimit në aspektin shëndetësor, sidomos ndikimin e agjërimit në përmirësimin e metabolizmit edhe tretjes. Mjekët, studiusit dhe shkencëtarët shkuan aq lart sa që thanë se agjërimi është operacion pathik. Është aq i suksesshëm, aq i mirë agjërimi, sa që thanë se është sa një operacion, mirë po bëhet pa prerje dhe pa dhënë. Sa i përket shpërblimit të agjërimit, shpërblimin për agjërimin padyshim na e presim prej anës së Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe ky shpërblim është tejet i madh. Allahu në Kur'an thot, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ne do t'u japim shpërblimin durimtarëve pa hesab. Sa është kjo pa hesab? Allahu a'lam. Allahu e di, më së miri nuk ka dikush që mundet me definu shpërblimin e durimit gjatë agjërimit. Allahu po ashtu thot në hadith qudsi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi, agjërimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Padyshim që Allahu do të na jep shpërblimet më të mira si në dunjë ashtu edhe në ahiret për sabrin dhe sakrificën tonë. E lutim Allahun që të na forcojë dhe të na lehtësojë këtë muaj të bekum të Ramazanit dhe inshallah presim edhe shumë Ramazane të tjerë dhe arrim të shfrytëzojmë ato. I kthehemi temës tonë dhe jemi te hyrja e dytë sa i përket biografisë historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sira nuk kupton biografi apo jetëshkrim.
Siratun Nabi ka për qëllim biografia, historia, jetëshkrimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është landë mësimore, është shkencë në vete e cila mësohet në gjitha shkollat, në gjitha fakultetet dhe universitetet ku mësohen shkenca dhe studime islame. Objekt studimi i kësaj shkence është vetë jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ngjarjet që kanë të bëjnë me jetën dhe veprimtarinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke përfshin këtu lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rritjen e tij, fëmijërinë, rininë e hershme, punën e tij, martesën, shpalljen e Kur'anit, emigrimin për në Medinë, mundimet të cilat i ka përjetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shokët të cilët i ka pas kundërshtarët e tij, çlirimin e Mekës, luftrat e ndryshme të cilat i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, porositë e fundit deri në vdekjen e tij sallallahu alaihi wasallam. Gjitha këto shpjegohen në anë të biografisë, sirrës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse themi se kur saktësisht filloi që të shkruhet për historinë, për biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do ta gjejmë se një gjë e tillë ka filluar diku 100 e disa vite pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të parët të cilët kanë filluar ta bëjnë këtë gjë kanë qenë disa shkrimtarë dhe studiues si Urwat ibn Zubair, Sharahbil ibn Sa'd dhe Wahb ibn Munabbih dhe shumë të tjerë. Dhe dikush me të drejtë mund të pyet se pse nuk u bë regjistrimi i historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte gjallë. Apo pse nuk u bën në kohën e sahabëve. E para, nuk është bën një gjë e tillë, ka shumë arsye, mirë po ne do të cekim disa prej tyre. E para është për arsye se numri i muslimanëve, të cilët kanë ditë shkrim dhe lexim, ka qenë i pak. Dhe atë numër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka angazhuar me e regjistru shpalljen e Kur'anit. Njerëzit të cilët kanë ditë shkrim dhe lexim kanë qenë të pak në numër, dhe ata të cilët kanë ditë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka angazhuar me regjistru Kur'anin. E dyta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në parim e ka ndaluar që të shkruhet diçka përveç Kur'anit, që të mos përzihet Kur'ani me hadithet apo me diçka tjetër që buron prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ka qenë arsyeja e dytë. Arsyeja e tretë, pse nuk është shkruajtur që në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo në kohën e sahabëve, ka qenë mungesa e mjetëve. Në atë kohë kanë shkruajt në gur, kanë dhënë në gur, kanë shkruajt në drum, në lëkura të kafshëve dhe në kocka të kafshëve të ndryshme. Mirë po edhe këto mjete primitive kanë qenë të kufizuar. Muslimanët nuk kanë pas hapësirë shumë me manovru dhe është dashur me i dhënë përparësi ajeteve të Kur'anit dhe ato me i regjistru. Arsyeja e katërt është për shkak të intensitetit të jetës edhe dinamikës së ngjarjeve. Muslimanët nuk e kanë pas luksin me regjistru çdo gjë që ka buru prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mirë po e kanë bajt në mbamendjen e tyre, në kujtesën e tyre dhe ja kanë përcjell gjeneratave në vijim. Sigur se që kanë transmetuar dhe kanë thënë, kunna na'lamu maghazi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama na'lamu suratan min al-Quran. I kemi mësuar betejat, luftrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur se që i kemi mësuar surat e Kur'anit. Dhe u kanë transmetuar pastaj gjeneratave të tjera në vijim. Në më pas, do të fillon të shkruhen vepra të ndryshme në lidhje me historinë, biografinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Libri më i hershëm i cili ka arrit deri në kohët tona është Siratu ibn Hisham, biografia e Ibn Hisham. E që në fakt nuk është libri i Ibn Hishamit, është libër i paraardhësit të tij Ibn Ishaq. Ky libër ka përfunduar në një farë mënyre te Ibn Hishami dhe ka ngel në histori i njohur si biografia e Ibn Hishamit, i cili ka bën disa rregullime dhe plotësime, dhe pastaj ky libër njihet si biografia e Ibn Hishamit.
krahas literaturës sovjetër klasike, e kemi edhe literaturën tonë bashkohore, dhe sot, kur bota është shëndruar në një katun të vogël, na kemi qasje edhe për libra, edhe për çdo gjë tjetër në lidhje me jetën edhe fenë tonë. Kur jemi këtu, duhet ta sqarojmë edhe një çështje. A thu vallë, pse Allahu e zgjodhi gadishullin arabik, pse i zgjodhi arabët që ta shpallë Kur'anin dhe t'u dërgojë atyre pejgamberin. E para e punës, kur të pyesim me pyetje të këtilla, duhet të kemi parasysh një të vërtetë të madhe. E kjo vërtet është në Kur'an. Kur të pyesim pse Allahu e bën një gjë, duhet ta kujtojmë një ajet. Allahu thot në Kur'an: "La yus'alu ma yaf'al wa innahum yus'alun." Allahu nuk pyetet pse vepron. Mirë po njerëzit do të pyeten. Çdo herë që na kur themi pse Allahu e bën një gjë kështu, e pse Allahu e bën një gjë ashtu, duhet ta kemi parasysh se Allahun na nuk mundemi me pyet. Dhe nuk mundemi me i thonë Allahut pse e dërgove pejgamberin te arabët e nuk e dërgove te shqiptarët. E dyta, pse Allahu e ka përzgjedh gadishullin arabik dhe arabët për t'u dërguar pejgamberin dhe për ta shpallë Kur'anin në gjuhën arabe, është caktim i Allahut subhanahu wa ta'ala. Qaddarullahi wa ma sha'a fa'al, është caktim i Allahut dhe Allahu bën çka të do. E treta arsye pse Allahu e ka dërguar pejgamberin te arabët dhe e ka shpallë Kur'anin në gjuhën arabe, është për arsye të çapës. Për arsye se aty ndodhet shtëpia, xhamia e parë e ndërtuar në histori. Allahu thot në Kur'an: "Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin." Me të vërtetë shtëpia e parë e ndërtuar për adhurim është ajo e cila gjendet në Mekë, e cila është e bekuar dhe udhëruese për njerëzit. Shtëpia e parë, xhamia e parë e ndërtuar në histori është xhamia e cila gjendet në Mekë. Dhe ta shtrohet pyetja, kush e ka ndërtuar Ka'bën? E ka ndërtuar Ibrahimi a.s. Jo. Për arsye se Ka'ba ka qenë aty prej fillimit të kohës. Ibrahimi a.s. e ka rindërtuar Ka'bën, nuk e ka ndërtuar, se Ka'ba ka qenë aty prej fillimit të kohës. E tash dilema, debati është se e ka ndërtuar Ka'bën Ademi a.s. apo e ka ndërtuar melekët. Kjo është një debat, një meselë tjetër, e cila nuk na bën dobi ose dëm, nëse e dim apo nuk e dim. Kryesorja është se Ibrahimi a.s. e ka rindërtuar Ka'bën mbi themelet e vjetra, në të cilat kanë qenë të rënuara dhe të zhdukura me kohën. Tjetra, pse Allahu e ka zgjedhur gadishullin arabik dhe arabët për ta shpallur Kur'anin, është një arsye shumë e thjeshtë, se Ka'bja, Mekja, ka qenë kryeqendër dhe është vizituar në gjitha periudhat dhe në gjitha kohrat prej kohës së Ademit a.s. I lëm anash këto, Allahu subhanahu wa ta'ala me të vërtet e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në gadishullin arabik prej mesit të arabëve dhe e ka shpallë Kur'anin në gjuhën arabe. Mirë po, nuk e ka dërguar vetëm për arabët. As pejgamberi nuk është vetëm i arabëve, as Kur'ani nuk është vetëm për arabët. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", dhe nuk të kemi dërguar përveç se si mëshirë për të gjitha botën. Sa i përket Kur'anit, Allahu ka thënë: "Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun." Ne ta kemi shpallë Kur'anin në gjuhën arabe në mënyrë që të mendojmë. Edhe pse është i shpallë Kur'anin në gjuhën arabe, sot njerëzit janë në gjendje ta lexojnë dhe ta kuptojnë atë, dhe Kur'ani dhe Islami dhe pejgamberi nuk janë shpallë vetëm për arabët, por janë shpallë për të gjithë njerëzimin. Drejt në fund të kësaj ligjërate do të përmendim se pse u shpall pikërisht Kur'ani dhe nuk u shpall diçka tjetër. Çdo periudhë, çdo pejgamberi ka qenë e dalluar dhe e veçuar me diçka. Shembull, në kohën e Musës a.s. ka qenë e përhapur magjia. Dhe Allahu për të imposhtë magjit e magjistarëve e ka ndihmuar Musën a.s. me mrekulli të ndryshme. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë e përhapur poezia dhe poema. Tregtarët në tregje të ndryshme, këta poetët janë mbledhur dhe kanë ngaruar me njëri tjetrin. Në çabe, në panaire, në organizime të ndryshme vjetore,
kanë bë gara dhe i kanë shfaq talentet e tyre. E Allahu për ta imposhtë fjalët e tyre, bukuritë e tyre, e ka shpall Kur'anin famullar. Edhe Kur'ani për çudi është libër në cilin nuk mund të konkurojë. Edhe sot e kësaj dite. Allahu i ka sfidu njerëzit që në ato që të bëhen bashkë, edhe me xhinët, edhe njerëzit të bëhen bashkë, që ta sjellin një Kur'an të vetëm, mirë po njerëzit nuk janë në gjendje ta bëjnë një gjë të tillë dhe nuk do të jenë deri në kiamet. Edhe nëse mblidhen shkencëtar, akademik, shkrimtar më të shkallët, nuk mundën me pru një sure të vetme të Kur'anit famullar. Allahu ka thënë: "Kul la in ijtama'atul insu wal jinn ay ya'tu bi mithli hadha al-Qur'an la ya'tun." Thuaj, edhe po qofse mbledhen njerëzit dhe xhinët për të sjellë një Kur'an të ngjajshëm, nuk do të mundet edhe nëse e ndihmojnë njëri tjetrin. Sfida tjetër e radhës prej anës së Allahut subhanahu wa taala është se ka thënë: "Kul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi." Thuaj, le të sjellin 10 sure të ngjashme me Kur'an. Edhe këto njerëzit nuk kanë arrit me e bë. Dhe krejt në fund, Allahu subhanahu wa taala i ka sfidu njerëzit dhe xhinët, i ka sfidu edhe kushtetarët, edhe njerëzit e rëndom, dhe ju ka thënë: "Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli." Nëse jeni në dyshim të asaj të cilën na ja kemi shpall robit ton, atëherë sjellni një sure të ngjashme me Kur'an. Edhe këto njerëzit nuk kanë qenë në gjendje që ta bëjnë deri në ditën e sotshme edhe deri në kiamet. Për arsye se Allahu e ka ngritur këtë fe dhe e ka ngritur fjalën e tij: "Wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya." Allahu e ka poshtruar fjalën e atyre të cilët nuk kanë besuar dhe e ka ngrit fjalën e vet. Kushdo që kërkon fe tjetër, ka më maltretu dhe ka më ulodh. Dhe në fund ka më dal i humbur dhe i dështum. "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Kushdo që kërkon fe tjetër pos islamit nuk i pranohet dhe në botën tjetër do të jetë i humbur dhe i dështum. Wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.